Procesi i votimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit vijon, ndërsa kanë përrritur mbi 12.000 vota të tjera nga diaspora. KQZ bën me dije se deri më tani kanë përrritur në total 161.899 zarfe me flet votimi. Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ janë 226.037 zarfe të marra nga zgjedhësit, ndërsa në total janë 245.935 zarfe të dërguara. Janë 19.898 zarfe me flet votimi ende të patërhequra nga votuesit. Numrin më të lartë të kthimeve mban Italia me 68.302, ndjekur më pas nga Greqia dhe Gjermania. Sipas qarqeve kryeson Tirana me 37.236 zarfe, Firi me 21.264 dhe Durrësi me 18.030. Çdo vot që mbërri në Shqipëri në datën 11 maj pas orës 19:00 do të konsiderohet e pavlefshme. Vendi i caktuar për administrimin e këtij procesi është Pallati i Sportit Feti Borova, pranë Parkut Olimpik Tiranë.